Rreth 800 të rinj vijojnë studimin në degën e lëndëve klinike dhe paraklinike në Universitetin e Shkodrës, ndërsa këtë vit për të parë është hapur dhe cikli i dytë master shkencor në infermieri klinike. Pjesë e këtij programi janë bërë 32 studentë me mesatare mbi 9. Duhet të theksoj që këtë vit akademik është një risi për Universitetin e Shkodrës, hapja dhe e ciklit të dytë të studimeve master shkencor në infermieri klinike, ku kërkesa ishte jashtëzakonisht shumë e madhe. Duhet të them që në 32 vjet që kemi të regjistruar, të gjithë janë me mesatare mbi 9. Drejtuesi i Departamentit të Infermierisë së Përgjithshme Emiliano Pietri thekson se interesi i të rinjve për të larguar në vendet e Europës ka rënë, ndërsa vërehet që studentët po aplikojnë për ndjekur studimet e nivelit të dytë, por edhe për punësim në Shtetet e Bashkuara. Në vitet e fundit po shikohet një tendencë në rënje për largimin jashtë Shqipërisë, ndoshta kjo e influencuar dhe nga rritja sadopak e pagave për personelin mjekësor, të përfshirë dhe infermierët, ndryshe nga tendenca për në Europë, po shikohet dhe një tendencë tjetër për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Flitet për një numër vetëm këtë vit akademik që ne flasim, ku studentë të cilët kanë aplikuar për ciklin e dytë studimit ose për punësim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ne monitorojmë dokumentacionin që studentët tërheqin nga Universiteti i Shkodrës, shkon dikun të 15 studentë për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas drejtuesve të këtij departamenti, vetëm në 3 vitet e fundit janë punësuar në vendin tonë mbi 200 studentë të infermierisë.